Përse rekomandohet lëngu i kompostos së kumbullës në mbrëmje? Komposta e kumbullës është një pije e mbushur plot me minerale dhe një burim i mirë i kaliumit. Gjithashtu lëngu i saj përmban edhe shumë veti antioksiduese të cilat mbrojnë trupin nga radikalet e lira që dëmtojnë qelizat. Duke qenë se kompostoja është me pak kalori, është një pije perfekte për në darkë. Në këtë video do ju tregojmë disa nga vlerat shëndetësore që ka lëngu i kompostos së kumbullës nëse pihet në darkë. Ajo përmirëson shëndetin e zemrës. Antioksidantët që gjenden te lëngu i kompostos përmirësojnë shëndetin e zemrës. Ndihmon gjithashtu në tretje para gjumit. Lëngu i kompostos përmban histanin dhe sorbitol, substanca që përmirësojnë punën e sistemit tretës. Ato do të përmirësojnë qarkullimin e gjakut, do të ulin nivelin e kolesterolit, do të përmirësojnë shëndetin e kockave dhe gjithashtu do të ndihmojnë imunitetin tuaj. Konsumi i këtij lëngu do të parandalojë të ftohurat dhe do të rrisë shëndetin.